Kurani, libri Allahu Gjelle wa Ala, i zbritur tek Muhamedi përmes melekut Gjibril, me leximin e të cilët Allahu Gjelle wa Ala i bëjmë ibadet, i përcjellur deri tek ne gjenerat pas gjenerate, grup pas grupi, që nuk ka mundësi koordinimi për gënjesër, është mrekulli në vete. Ky libër Allahu Gjelle wa Ala ka zbritur që njerëzit të marrin mësim prej tij. Thot Allahu në Kur'an: Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Ky është libër të cilën e zbretëm tek ti o Muhammed, është libër i begatshëm, të cilën e zbretëm tek ti o Muhammed, në mënyrë që të meditohen ajetet e tij, pastaj prej tyre njerëzit e mençur të marrin mësim. Meditimi i Kur'anit do të thotë të jetosh me ta. Çdo thirrje që Allahu Gjelle wa Ala i drejtohet njerëzve, ta konsiderosh veten tënde prej asaj bashkësie. Dhe kërkon pastaj reflektimin tënd. Kur Allahu Gjelle wa Ala kërkon që të realizohet ndonjë obligim, ti jesh i gatshëm dhe përgjigjja jote të jetë e menjëhershme, të përgjigjem o Zot, të përgjigjem. Nëse ndalemi edhe analizojmë historinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe shohim se qysh ai i mediton të ajetet e Kur'anit është e çuditshme. Një ditë prej ditëve kërkoi prej Abdullah ibn Mas'udit radhiyallahu ta'ala anhu që t'i lexonte pejgamberit, domethënë t'i lexonte atij Kur'an. Abdullah ibn Mas'udi tha: "Ya Rasul Allah, aqra'u 'alayka wa 'alayka unzil." O i dërguari i Allahut, të lexoj ty Kur'an. Kur Kur'ani po të zbritet ty, pejgamberi alayhi salatu wasalam tha: Inni uhibbu an asma'ahu min ghayri. Dëshiroj që ta dëgjoj atë prej dikujt tjetër. Atëherë, thot Ibn Mas'udi, fillova me lexu në surën An-Nisa, derisa arrita tek ajetet e Allahu Gjelle wa Ala: Fa kayfa idha ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika 'ala ha'ula'i shahida. Si do t'jetë gjendja atyre, Allahu këtë ajet flet për ditën e Kiametit. Flet se si njerëzit do të dëshmojnë për njëri tjetrin. Si do t'jetë thot gjendja atyre për të cilët do të sjellim dëshmitar për çdo veprim të cilën e kanë bërë ata. Fa kayfa idha ji'na min kulli ummatin bi shahid. Për çdo ummet ka më pas dëshmitar. Për ta ose kundër tyre. Wa ji'na bika 'ala ha'ula'i shahida. Ndërsa ty o Muhammed do të sjellim dëshmitar për ummetin tënd. Atëherë pejgamberi alayhi salatu wasalam, duke medituar këtë ajet, duke e paramenduar gjendjen se çysh do të jetë gjendja e atyre kur Muhamedi alayhi salatu wasalam do të jetë dëshmitar pro ose kundër tyre, thot i tha Abdullah ibn Mas'udit: hasbuka al-an. Hesh tani, ndal. Thot Ibn Mas'udi: faltafattu ilayhi fa idha 'aynahu tadrifan. E ktheva shikimin ka pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe pash se syt po i rrjedhin lot. Kështu i meditonte pejgamberi alaihi salatu wasalam ajetet e Kur'anit. Është përmend prej Hudhaifës radhiyallahu ta'ala anhu, i cili thot: fillova me u fal pas pejgamberit alaihi salatu wasalam, lexoj surën Baqara, pastaj lexoj surën An-Nisa, namaz, pastaj lexoj surën Ali Imran, prej sureve më të gjata në Kur'an. Nuk kalonte në ndonjë ajet në cilën është përmend xheneti vetë se kërkonte prej Allahu Gjelle wa Ala. Nuk kalonte në ndonjë ajet në cilën është përmend xhehenemi vetë se kërkonte që Allahu Gjelle wa Ala ta mbrojë prej tij. Kush? Një njeri i cili xhenetin e kishte të siguruar. Shifni si mediton të ajetet e Kur'anit. Edhe Kur'ani gjatë këtij muaji ka zbritur, edhe gjatë këtij muaji duhet të lexohet, gjatë këtij muaji duhet të mësohet edhe studiohet,
se vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është ulur me Xhibrilin dhe ka lexuar atë dhe ka mësuar atë. Për këtë Ibn Rajabi rahimahullah e përmend se është e pëlqyer ky veprim gjatë muajit të Ramazanit, pra të lexohet vetmas, të lexohet në bashkësi, të studiohet edhe të mirët mësim prej tregimeve dhe ngjarjeve të Kur'anit.